Sali meriton një falënderim sepse na hoqe mallin e lulkuqeve mbi mure. Je lulkuqja e fundit e varur në mur dhe je në fakt varur edhe më lart se ata të shkretët e jetimores që thoshin il popolo italiano, ndërkohë që ndryshe nga ata je edhe italiani i parë digital, kështu që rrofsh se na e bëre më të lehtë këtë tenjte, një konkurent i pa konkurueshëm i gjithë emisioneve të humorit në Shqipëri. Tani, disa sqarime për marrëzitët tua duhen, që njerëzit që kanë akoma nge dhe merren me ty, përveç nesh që kemi detyrë të dëgjojmë tenjteve, se ditë tjetër me ty e ke parë që s'merret njëri, lidhur me çfarë ke thënë, sa ke gënjur vetëm nga e-intja e kaluar në këtë tenjtë. Ke gënjur derçe kur ke thënë që kemi bler 140 makina luksi që në bashkëpunim me qytetarin tënd digital në Kakavi i zbulove me një shpejtësi trufeshme dhe i denoncove po me një shpejtësi trufeshme. Ne s'kemi bler asnjë makinë, Sali, është dhurat e qeverisë japoneze, e cila promovon makinat e reja të kombinuara me dizel dhe me energji dhe e bën këtë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet ku është e pranishme përmes institucionit të ndihmës japoneze. Pra, nuk është qoftë dhe si dhurat, një dhurat që kemi kërkuar ne, por është pjesë e një pakete promocionale të qeverisë japoneze në të gjitha vendet ku është e pranishme ndihma japoneze për këto lloj makinash. Dhe me thënë drejtën, i kemi falenderuar nga zemra, sepse ndër shumë gjërat që morëm trashëgim prej qeverisjes tënde, si probleme realisht të mëdha, është edhe situata dramatike e të gjithë logjistikës së shtetit në të gjithë sektorët. Së dyti gënjeve derçe për buxhetin e kryeministrisë. Sepse faktikisht në buxhetin e kryeministrisë për aparatin e kryeministrisë është shtuar në krahasim me kohën tënde një shumë vetëm prej 19 milion lekësh. Ndërkohë që gjithë pjesa tjetër është financim i dy programe buxhetore, administratës publike dhe e qeverisjes, pra akshi dhe tjera mekanizma që janë brenda qeverisjes digjitale. Pse është bërë ky ndryshim? Për shkak se Bashkimi Evropian, i cili mbështet me financime këto dy programe, e ka kërkuar prej nesh këtë ndryshim, në mënyrë që të ketë vetëm një interlokutor dhe jo më shumë. Pra është vetëm një spostim mekanik i buxhetit për këto institucione që e kanë pasur dhe më përpara, e kanë edhe sot, brenda buxhetit kryeministrisë. E kupton, Sali, se çfarë gënjeshtarje dhe se
çfarë katandie është kjo e jotja, president Republike, kryeministër i këtij vendi dhe e ke bërë për ditëshmen tënde një kazan të madh mbeturinash që ja u shet për ditë atyre që kanë ngen të merren me ty si të vërteta. Kjo nuk ka bërë vaki askund dhe me askënd. Një personalitet publik kaq i rëndësishëm, sa që ke qenë ti për Shqipërinë në 25 vjet, të katandiset në një tabel letrash anonime, pa asnjë filtr, pa asnjë verifikim, pa asnjë vetdije dhe etik lidhur me ata që vazhdojnë të të besojnë dhe që presin prej teje të dëgjojnë çfarë mendon ti për çfarë do qoftë. Është dëshmia më rrënqese e mënyrës se si rrëshqet ledhi i një njeriu. Tani, më bën përshtypje fakti që sidoqoftë mbas 40 minutash nuk thua asnjë fjalë as për negociatat me Bashkimin Evropian dhe për sfidën e përbashkët të zbatimit ligjit vettingut, të cilin je ti i pari dhe i vetmi që e lufton me shpirt ndërdhëmb me të gjitha mënyrat e tua dhe vazhdon dhe sot që flasim të vështshmos që ta rrëzosh në gjykatë kushtetuese. Vjen këtu edhe na citon ti Lulzim Bashën. A thua se ke ti ndonjë respekt për administratorin që ke vënë atje në SHPK-n tënde. Në fakt, unë e lexoj ndryshe citimin tënd për Lulzim Bashën dhe promovimin e tij këtu si lideri që duhet tani edhe të na citojnë në parlament. Ti Sali ke vetëm një hall sot, një makth, vettingun e gjykatësve dhe prokurorëve. Dhe kjo është arsyeja pse e nxjerr Lulzimin si kamikaz përpara, duke e kthyer Partinë Demokratike, një parti që lindi nga një shpresë e madhe, në skalionin e legjonarëve për të zbrapsur me çdo kusht reformën drejtësi dhe për t'i shpëtuar me çdo kusht gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar dhe të lidhur me pushtetin tënd nga fshesa e hekur dhe vettingut. Nga ana tjetër më bëri përshtypje që nuk përmende asnjë fjalë për ligjin që kalon sot për autoritetin shtetëror për hapjen e dosjeve dhe kam një lajm për ty Sali, ditën e shtunë do inaugurojmë bunkerin. Unë të ftoj të vish. Je dhe bashkautor aty, sepse ke organizuar një grup ustallarësh, kuptohet me mjetet e tua, shishe benzine, qysqi, këto lloj mjetesh që njeh ti. Dhe i ke turrur atje për të marrë pjesë në ndërtimin e veprës. Ato gropat që ata hapën në yshtjen tënde janë aty, janë pjesë e historisë dhe kemi nderuar kontributin tënd si bashkautor. Kështu që hajde ditën e shtunë të shikosh çfarë do të thotë. Ti je serioz kur ballafaqohesh me të shkuarën dhe çfarë do të thotë ti je serioz në ndërtimin e një institucioni të memorjes për krimet
e diktaturës komuniste. Duke di se sa vite, se nuk i numëroj dot, përveç viteve që ke qenë kryeministër, në këtë foltore je betuar dhe përbetuar që do ndërtoje monumente, do ndërtoje tempuj, do ndërtoje institute, do ndërtoje nuk do ndërtoje që mostalia të memorje të fshihej, por jepje mundësin i populli që të ballafaqojë vetë me gjurmët e saj dhe të gjykonte vetë përmes ballafaqimit. Çfarë bëre Sali? Bëre një vrim të madhe në ujin që tunde këtu gjitha ato vite. Asgjë nuk leti pas si shenjë serioziteti në raport me një shtres që ty të besoj verbrisht dhe habitem se si e hëngri atë kokër ulliri, ty, një persekutor i dikurshëm që u na u ktheve në antikomunistin më të madh, po ja që në 25 vjet nuk ju tregon dot atyre të shkretëve, një gosht që ngullet ti me një fotografi për të kujtuar me respekt ata që ishin viktima të terrorit të partisë tënde të punës së Shqipërisë. Asnjë. Tash ditën e shtunë, seriozisht e kam, bëu burr, edhe hajde tani ballafaqohu me veprat e partisë tënde. Atje në partisë tënde nën, kuptohet. Jo të kësaj vajzës që i ke lënë lulit. Hajde atje edhe shiko me sytë e tu se në çfarë ke marrë pjesë ti. Si një nga sekretarët më servil dhe më djallëzuar të asaj partie. Dhe po të them Sali që jam i mahnitur edhe nga fakti që jeni kaq të lodhur si parti, sa përtoni. Të nderuar teleshikues, do të shkojmë tani në pak minuta publicitet, ndërkohë që bashkë do ndahemi këtu për të